Përshëndetje fëmijë! Sot do të luajmë një lojë shumë interesante. Në total do të keni 10 pyetje të thjeshta. Gjeni sa më shpejt përgjigjen e tyre. Në fund, mbani mend se sa përgjigje të sakta keni gjetur. Jeni gati? Fillojmë! Cila kafshë ka ngjyrë të bardhë e të zezë dhe ushqim të preferuar ka bambunë? Është panda. Cili numër vjen pas numrit 5? 6. Cila formë gjeometrike ka 5 brinjë dhe 5 kënde? 5 këndëshi. Në shportën e frutave, cili frut ka ngjyrë të kuqe? Është molla. Në cilën stinë festojmë vitin e ri? Në dimër. Cili profesion punon në shkollë dhe na ndihmon të mësojmë gjëra të reja? Mësuesi. Cila perime është rrethore e kuqe dhe mund ta konsumojmë si në sallatë ashtu edhe në gjellë? Domatja. Çfarë ndjesie ndjen kur je shtruar në tavolinë dhe po pret të vijë ushqimi? Uri. Cila është e kundërta e dritës? Errësira. Të përgëzoj për përgjigjet e sakta. Nëse nuk i ke gjetur të gjitha përgjigjet sot, provoje përsëri nesër. Mirupafshim! Shihemi në videot e radhës!